Kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës kanë nënshkruar kodin për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Ata u zotuan se do të respektojnë kodin zgjedhor dhe do të angazhohen për zgjedhje fer, të lira dhe demokratike. Sipas kryetarit të Komisionit Komunal Zgjedhor, Zulçufli Rexhepi, ky akt solemn paraqet një zotim të përbashkët të pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale dhe synon forcimin e vlerave themelore demokratike dhe ndërtimin e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor. Ne jemi dakord dhe nënshkruajmë këtë kod të zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike në mënyrë solemne, angazhohemi dhe i premtojmë njëri tjetrit, por e të gjithë qytetarëve se ta respektojmë dhe ta promovojmë në mënyrë aktive këtë kod. Ne, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, angazhohemi se të respektojmë të gjitha ligjet, rregullat dhe dispozitat që lidhen me zgjedhjet dhe të respektojmë fundimin e ligjit për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve. Ne, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, pamodyshje zotohemi se nuk do të krijojmë asnjë lloj presioni ose përpjekje për presion ndaj të punësuarve në administratën publike dhe shtetërore, në institucionet e tjera dhe entiteteve të financuar nga buxheti i shtetit, buxheti i komunave dhe i qytetit të Shkupit, si dhe shoqërive tregtare dhe ndërmarrjeve me kapital shtetëror. Ne, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, angazhohemi qartë dhe pamodyshje se nuk do të përdorim gjuhë urrëtie dhe nuk do të krijojmë asnjë lloj diskriminimi apo përshmimi bazuar në gjini. Ne, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, gjithashtu angazhohemi qartë dhe pamodyshje se asnjë person i punësuar apo qytetar nuk do të jetë objekti ndonjë kërcënimi lidhur me vendin e punës apo sigurinë sociale për shkak të mbështetjes ose mos mbështetjes së tij ndaj ndonjë partie apo kandidat tjetër. Pas nënshkrimit të kodit për zgjedhje korrekte dhe demokratike, kandidatët për kryetar të komunës së Tetovës janë ulur bashkërisht për një kafe duke shprehur gatishmërinë e tyre për një fushat fer dhe demokratike. Në zgjedhjet lokale që do të mbahen më datë 19 tetor, gjithsej në Tetovë, në garë janë 6 kandidat, edhe ata Bilal Kasami nga koalicioni Vlen, Bajram Rexhepi nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Samka Ibrahimovska nga koalicioni Përvoja për Sukses, Stevica Zarkovski nga VMRO Partia Popullore, Izet Zejnelović nga Partia Politike Demokratët Shkup dhe Katka Bozhinovska e Majta.